إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet dhe të gjitha lavdatat e takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jall, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selame të shumë të dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Xhamatlit të nderuar, ju porosis juve dhe veten time me frikë respekt ndaj Allahut azza wa jall, me devotshmëri, e sidomos në këtë muaj e që synimi final i këtij muaji në përgjithësi e agjerimit në veçanti është që njeri të ngritet në shkallët e devotshmërisë. Xhamati të nderuar, këtë muaj të madh të Ramazanit, i cili dallohet për mirësi, vlera të shumta e të veçanta, prej tyne edhe Kur'ani. Pra se ky muaj ndryshe njihet si muaji i Kur'anit. Pikërisht këtë muaj, siç e dim, Allahu subhanahu wa ta'ala e zbriti Kur'anin. Masaksisht në natën e Kadrit. Allah te bareke wa ta'ala thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaji i Ramazanit është ai në cilin zbriti Kur'ani, udhëzim për njerëzimin. Çka me plot dëshmi e argumente që tregojnë rrugën e drejtë dhe me cilën dallohet e vërteta nga e pavërteta ose e mira nga e keqja. Po ashtu thot: "Inna anzalnahu fi lejletil qadr." Ne e zbritëm atë, fjala është për Kur'anin, në natën e Kadrit. Pra, ky fakt i jap vlerë këtij muaji. Dhe si jo, kur Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala, që ka vlerë shumë të madhe, dhe jo vetëm muaji i Ramazanit, po gjithçka që ndërlidhet me Kur'anin, Kur'ani jap vlerë. Atëherë nuk është e çuditshme kur shohim nga vetë pejgamberi alayhis salam, nga biografia e sahabeve, gjeneratave të para, se çfarë rëndësie i ka dhënë Kur'anit, sidomos në muajin e Ramazanit, dhe për kushtimin që kanë pas për leximin e Kur'anit dhe meditimin e studimin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin Ramazan e ka përsërit dhe ka studiu Kur'anin me Xhibril alayhis salam. Pra nuk përmendet në histori që Xhibrili ka zbrit muajt e tjerë për me përsërit Kur'anin me pejgamberin alayhis salam, për me rikujtu, për me rimsuate. Ka zbrit muajt e tjerë, ka zbrit pjesë të caktuara të Kur'anit, mirë, po për me përsërit Kur'anin nuk ka zbrit muajt e tjerë. Ajo që dihet nga hadithet e sakta është se pikërisht në muajin Ramazan ka zbrit Xhibril alayhis salam, është taku me pejgamberin dhe kanë bë mezhlis, takim për mësimin e Kur'anit. Dhe ishe sahabët tabiint për kushtimin që kanë pas në studimin e Kur'anit, leximin e Kur'anit. Saqë dietarët i kanë ndërprer ligjëratat e tyre, mësimet e tyre që kanë pas, qoftë ato edhe në hadith, edhe pse hadith është shpallje, mirë po i përkushtuar në Kur'an. Dhe pastaj dëgjon çuditëra prej tyre, që kanë bë hatme me Kur'anin çdo 2 ditë, çdo 1 ditë, deri dhe ka 2 hatme brenda një dite, 1 hatme gjatë ditës në gjatë natës. Për shkak për kushtimit madh që kanë pas ndaj Kur'anit, duke ditë vlerën dhe rëndësinë e Kur'anit. Janë shumë arsye pse njerëzit duhet të përkushtohen
Kur'anit në këtë muaj. Fillimisht është kjo që tham se në këtë muaj ka zbrit Kur'ani, ka fillu zbritja e Kur'anit dhe njihet si muaj i Kur'anit. Çështja e dytë, se me leximin e Kur'anit ose me përkushtimin edhe më të madh në leximin dhe studimin e Kur'anit këtë muaj, kështu e ndjekim traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë duhet me pas njëri një sa herë të hap Kur'anin, sa herë të lexon diçka nga Kur'ani, që përveç që është muaji i Kur'anit, gjithashtu kjo është një praktike e pejgamberit alayhis salam dhe po e ndjeki rrugën e tij. Po gjithashtu për faktin e shpërblimeve të mëdha që Allahu ka përgatit për leximin e Kur'anit. Në këtë muaj shumë fishohen veprat e mira, ose shpërblimi për veprat mira shumë fishohet për gjitha ibadetet, gjitha adhurimet, prej tyre edhe Kur'ani. E për Kur'anin dim që për çdo shkronjë, për çdo germ janë 10 sevape për çdo germ. Që mesatari ose parafërsisht ose mas pakti në një faqe të Kur'anit me lexu njeriu i merr 5000 sevape. Një gjuz nëse lexon, 20 faqe ka gjuzi, janë 100.000. Para mendon një hatme, ai do të merr 3 milion sevape. 3 milion sevape një hatme, tani jo. Për ata nuk është mu çudit pse ka rëndësi të mëdha i kanë dhënë gjeneratat e hershme, gjeneratat e arta të Islamit ka pjesë për Kur'anit. Dhe kanë bë hatme të vazhdueshme. Dhe po ashtu, shkak tjetër, janë të mirat e tjera përveç shpërblimeve në botën tjetër që ndërlidhen pikërisht me Kur'anin, sikur që është ndërmjetësimi që do ta bëj Kur'ani në botën tjetër. Pra nëse don në ditën e gjykimit, në gjykatën e madhe atje para Allahut Azza wa Jall, nëse don me pas dikush që të ndërmjetëson dhe që të kryen punë, dhe dikush që do të ndërmjetëson për ty, jo kundër teje, për ty, është Kur'ani, sikurse që është edhe agjerimi. Jo në gjykatat e kësaj bote, në gjykatën e madhe atje para Allahut Azza wa Jall, do të ndërmjetëson Kur'ani, do të ndërmjetëson agjerimin. Po ashtu, në bazë të Kur'anit, ose një nga kriteret që do të vendosen pozitat e njerëzve në shkallët e xhenetit, është pikërisht Kur'ani. Që njerëzit do të lexojnë deri në pozitën e tyre kur përfundon leximi i tyre, aty do të përfundon edhe pozita e tyre. Mirë po vllazni, nuk janë vetëm këtu arsyet pse njeriu duhet të përkushtohet Kur'anit. Është fakti tjetër që Kur'ani gëzon një pozitë të veçantë. Jo vetëm shpërblimet, E po i përmendim disa gjëra të cilat tregojnë për pozitën e Kur'anit. Kur'ani është libër hyjnor. Është libër hyjnor, është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Dhe është hyjnor për nga saktësia, për ka vërtetësia, për ka drejtësia, çdo aspekt. Kur'ani është libër i cili mahnit, dhe një libër me cilin Allahu Azza wa Jall i ka sfidu njerëzimin të sjellin diçka sikur Kur'ani. Dhe Allahu këtë sfidë e kalon të hapur, nuk ka qenë vetëm kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo sfidë është e hapur deri në ditën e gjykimit, a ka kush që mund të sjellë diçka sikur Kur'ani. Gjithashtu, Kur'ani është libër i udhëzimit. Hudal lil muttaqin, Allah Azza wa Jall përmend Kur'an. Gjithashtu, Kur'ani është libër me cilin shërohen shpirtrat. Allah Azza wa Jall përmend Kur'an që ka zbrit si ilaç, ka zbrit shërim. Gjithashtu, Kur'ani ka përfshi çdo gjë, ka shpjeguar gjithçka. Komplet kuptimin e jetës, kuptimin e misionit njeriut, qëllimin e ardhjes këtë botë, fillimin dhe fundin e njeriut, të kalumen dhe të ardhmen, çdo detaj ka përfshi libri Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Kur'ani është i lehtë për të kuptuar. Allah subhanahu wa ta'ala sa herë e përmend në Kur'an.
walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir. Thot ne kemi lexuar Kur'anin për të përkujtuar me ta, për ta kujtuar. A ka kush që merr mësim dhe përkujton? O shumë e lehtë. Na nështë ka raste kur gjuhën e njëri tjetrit, njeriu nuk ja kupton gjuhën e tij. Ose ka vështirë me kuptu. Nga njerë edhe njëri tjetër mundëm ta kesh kuptojmë. Mirë po, ajde të gjallësave tjera gjuhën e tyne, qysh me kuptu. Mirë po Allah në ka folë Kur'an gjuhën që na kuptojmë. Ka mundësi njerëzit ta kuptojnë. Dhe mos heziton askush pe juve. Nuk ka dikush pe juve me thonë kam arsye, sidomos të rit që nuk mund ta lexoj Kur'an nëse nuk di. Nuk ka arsye. Ata që në morë dhe s'munën me mri, mund të lexojnë nga Kur'ani ato që din. Elhamin, kul huwallahun, pjesë të Kur'anit që i din. Ose edhe kuptimin e Kur'anit shqip, do me thonjen. Mirë po, të rritë kanë mundësi shumë lehtë dhe shumë shpejt po arrin sot ta mësojnë leximin e Kur'anit. Pastaj e kanë shumë lehtë atë lexim, ta shikojnë, ta krahasojnë edhe me përkthime dhe ta kuptojnë fjalën e Allahut, dhe të marrin mësim prej kuptimeve të fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fund, Kur'ani është mrekulli. Mrekulli e përhershme. Mrekullia më e madhe që Allahu Azza wa Jalla ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është arsyeja, një prej arsyeve pse pejgamberi që më shumë ti do të ketë pasues është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Përderisa mrekullitë e pejgamberëve të tjerë kanë kaluar me ta, kanë ikë me ta. Pejgamberi sallallahu kanë rrugë dhe ka vdekë, mirë po mrekullia e tij ka mbetë dhe do të mbetet deri në ditën e gjykimit. Që tash me këtë pozitë që ka, me këto mësime që i sjell, me këto përfitime që i sjell, njerëzit do të përfitojnë gjatë gjithë historisë. Mirë po, kjo kthehet tek individi. Ramazani është më i madh me vlerë të madhe. Mirë po varet prej individit sa shfrytëzon ato. Komplet. Se dikun nga Ramazani del ma keq se sa ka hyrë. Po ata që shfrytëzojnë drejt dhe sakt, ata dalin në gjendje shumë të mirë. E njëjtë është me Kur'anin. Kur'ani ka këtë vlerë. Mirë po, na do t'i shtojmë vlerë jetës tonë, veprave tona, zemrës tonë, karakterit tonë, asë sa lidhemi me Kur'an. Kështu që të kapim për librin e Allahut Azza wa Jall, të ecim drejt rrugës Allahut te bareke ve taala, të afrohemi Allahut Azza wa Jall me ibadete, sidomos me obligime dhe farze. Mirë po, si thot Khabbab ibn al-Arat, thot afroju Allahut Azza wa Jall, atë sa ke mundësi, por nuk di të afrohesh atij më shumë se sa me fjalën e tij. Të kapim për fjalën e Allah subhanahu wa taala, që të përfitojmë këtë botë. Përfitojmë nga dituria e librit të Allahut, të përfitojmë nga udhëzimi i tij, dhe të përfitojmë nga ajo qetësia që besimtari e gjon në të vërtetën që sjell Kur'ani dhe mësimet e tij. Dhe të përfitojmë në botën tjetër, të përfitojmë ndërmjetësimin e tij, të përfitojmë shpëtimin dhe të përfitojmë gradat e xhenetit. Allah subhanahu wa taala na bof për njerëzve të Kur'anit, të cilët i përkushtojnë Kur'anit, e sidomos këtë muaj të madh të Ramazanit, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala, salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Vëllezër të nderuar, Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an i lavdron ata të cilët e lexojnë librin e tij. Dhe ju jap drejtën për me shpresuar fitime të mëdha. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: Innal ladhina yatluna kitab Allah. Thot ata të cilët me të vërtetë ose padyshim, ata të cilët lexojnë librin e Allahut,
wa aqamu s-salate, e falin namazin, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, pastaj japin, ushqejnë, furnizojnë, haptas apo fshehur razi nga ajo që ne ju kemi dhuru. Yarjuna tijaratan lan tabur. Këta njerëz që kanë këto tri elemente, i kanë bashku këto tri elemente, ata shpresojnë në një tregti e cila nuk humbet. Nuk humbet. E sa ma herët tregti bëhet fjalë me miliona, bëhet fjalë me fitu xhenetin dhe me shpëtu prej xhenemit. Allah subhanahu wa taala pra përveç që i lavdron këto kategoritë njerëz ose këta njerëz, edhe një herë po përsëris. E lexojnë librin e Allahut me orë e orë, jo me 2 minuta dhe u kry. A është gjendje 1 orë e gjysë atje, 2 orë me shiku ose futboll, ose seriale, ose ku ta diu nëse çka. Kurse nuk e ka durimin që 1 orë gjysore, ja, për ata njerëz të Kuranit i gjon vazhdimisht me Kur'an këtë muaj. E lexojnë librin e Allahut. Falin namazin. Jo një ditë e 2 ditë, jo veç 2 taravit e para dhe një javë ditë edhe si që kanë musafir dikun iftar, e vazhdojnë neje qaj edhe s'ka taravi, ma asja cia s'kurgjë. Ose ki një musafir, e falin namazin pra vazhdimisht, dhe japin, ushqejnë, shtrujnë iftare, një muj nevojtar. Këta i lavdën Allah Azogjel, pra shpresojnë një tregti që nuk humbet, po në një farforme edhe Allah e miraton se këta kanë drejt me shpresu. Pikrish këta kanë drejt me shpresu, se aj që se jap mundin, aj që të në fund mujt, ama rogën në një vend që për cilën s'ka punu, çka t'japet ati? Çfarë shpërblimi dhe njeri? Po aj që ka për kushtimin, aj edhe ka drejtën dhe do t'a fitoj këta. Allah mos na privoft nga të mirat e tij, e sidomos nga të mirat e këtij muaji të madh. E përveç gradave ose para tyne shpëtimin dhe falin e Allah subhanahu wa taala, se ai njeri i cili nuk arrin në Ramazan t'i falin mëkatet, nuk do të arrin zakonisht pas Ramazanit. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون